Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale po ndërmerr politika të reja për zgjerimin e aksesit në shërbimet shëndetësore dhe sociale, me fokus mbështetjen e të moshuarve. Duke filluar nga muaji shtator, propozohet heqja e kufizimit të sipërm të moshës për kryerjen e kontrollit bazë shëndetësor, check-up, duke u dhënë mundësi të gjithë qytetarëve mbi 35 vjeç ta përfitojnë këtë shërbim falas. Kemi propozuar është heqja kufirit të check-upit, do me thënë 35 e plus. Në qoftë se deri tani ishe 35 deri në 70 vjeç, dhe kur ishe 71 nuk mund të bëje do check-upin falas, ka filluar do me thënë nga shtatorin, edhe një i moshuar që është 72 ditë, mund shkoj të bëj check-upin 70, 80, 90 sa ta keni jetën. Po ashtu, Ministria Sala bëri me dije se po punohet për ngritjen për herë të parë të shërbimit të geriatrisë në Shqipëri, me qëllim ofrimin e kujdesit të specializuar për të moshuarit dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për këtë grup mosh. Gjatë takimit, Ministria u ndal edhe te masat për forcimin e menaxhimit administrativ në spitale dhe garantimin e respektimit të orarit të punës nga personeli shëndetësor, duke bërë të ditur se ka nisur kontrollet administrative në strukturat spitalore në të gjithë vendin. Mënyra si komunikohet. Dhe unë kam thënë dhe them gjithmonë, në qoftë se nuk doni të komunikojë pacientët, mos shkoni bëni mjekun. Okay? Sepse gjysma e suksesit edhe për të mundur një smundje është një komunikim i qartë, i drejtë, si ndjen këshillat. Tash pikërisht për shërbimin këtu dhe për të rinj këto ta ndjekim pastaj me spitalin. Në qoftë se një mjek do të ushtrojë profesionin privat, duhet ta shtojë jashtë orarit të punës. Dhe ne kemi filluar kontrollet për to. Kemi filluar kontrollet. Sa është orari i punës? 8 me 4, a 9 me 6, çdo që të jetë, on bazë dite. Në atë orar duhet të jenë në shtet. Mbas orarit të punës mund të aktivizohen punë private sepse kështu është gjithandej, por unë kam punuar vetë, mjek e 29 vjet kam punuar në shtetëror dhe kam ngritur shtetrorin dhe pastaj për një ekstra mbas punës shtetërore, dhe unë si gjithë tjera kam vëpunu. Përmes këtyre nismave, synohet të ndërtohet një qasje më gjithëpërfirëse ndaj kujdesit për të moshuarit.